Deputetët e Kuvendit nuk e mbështetën nismën për ndryshimin e modelit zgjedhor nga 6 në 1 njësi dhe sistem me lista të hapura të kandidatëve. Propozuesi i nismës, kryetaria e Partisë Liberal Demokrate, Monika Zajkova, gjatë prezantimit të nismës para deputetëve, foli për rëndësinë e vlerësimit të secilës vote, njësoj si dhe zgjedhjes së drejtë të kandidatëve në lista të hapura. Nisma mori mbështetjen e 19 deputetëve të opozitës. Nevoja për ndryshimin e ligjit nuk kaloi. Pavarësisht se deputetët e VMRO nuk votuan për, Mickoski më herët gjatë ditës përsëriti qëndrimin se partia e tij është për modelin me 1 njësi zgjedhore, por që të përfshihet edhe diaspora. Da imame jedna izborna jedinica po državama. Nuk ka të drejtë më të madhe demokratike se sa ajo që diaspora të marrë pjesë në procesin zgjedhor, si në zgjedhjet parlamentare ashtu edhe në presidenciale. Ne jemi për një njësi zgjedhore që të munden ata të marrin pjesë në atë proces zgjedhor, të mos ketë shpenzime, të hyjnë të gjitha votat në një njësi, edhe për popullsi rezidente, edhe për diasporë që dëshiron të marrë pjesë. Paraprakisht nga BDI theksuan se ata mbështesin propozimin për 1 njësi zgjedhore me lista të hapura, por me prag zgjedhor për deputetët prej 3% nga votuesit e regjistruar ose 5% prej votuesve që kanë dalë në votime. Kundër kësaj ideje është shprehur kryetari i Aleancës për Shqiptarët, pjesë e Frontit Evropian Zjadin Sela, për të cilin kjo është e papranueshme, ndërsa sipas tij 8 njësi zgjedhore do të ishte ideja më e mirë. Aktualisht vendi është e ndar në 6 njësi zgjedhore.